Përshëndetje të gjithë miqve të Fletoria Zyrtare, por dhe ju që jeni rastësisht sot në ekranin e RTS2. Ne do të jemi përsëri së bashku si çdo të tjerë për të sjellë problematikat që ju keni në lidhje me sigurimet shoqërore, por jo vetëm komunikimi juaj nëpërmjet telefonit do t'ju sjellin këtu në studion ton, por edhe problemi apo çështje që ne do të sqarojmë, tema që ne kemi zgjedhur për ditën e sotme. Dhe ju uroj mirëseardhjen në specialistes tonë, zonjës Afroditi Dhuci, që na sqaron gjithçka në lidhje me sigurimet shoqërore. Mirëseardhje e dashur. Përshëndetje, mirëse u gjej. Si çdo të diel, ne jemi bashkë për të gjithë teleshikuesit tonë dhe nuk do të harrojmë edhe në ditën e sotme të mirëpresim ata, por dhe të fillojmë me një temë të caktuar për t'i sqaruar. Kohët e fundit është futur një nocion i cili ka marrë termin pensioni social. Në një farë mënyrë ne e kuptojmë se është pensioni social, por në vetvete, çfarë do të thotë pension social? Po, nocioni pension social u fut me ndryshimet ligjore që ju bën Ligji të Sigurimeve Shoqërore në dhjetor të vitit 2014 dhe ka shtrirë efektet nga janari vitit 2015 dhe në vazhdim. Pension social është një pension i cili jepet për ata persona që gjatë historikut të tyre kontributiv nuk kanë realizuar 15 vite si minimum i domosdoshëm për të marrë një pension nga skema e sigurimeve shoqërore në momentin që plotësojnë moshën, ose për ata persona të cilët gjatë gjithë jetës së tyre nuk kanë punuar. Pra, shteti me ndryshimet ligjore që bëri, vendosi edhe pensioni social për të ardhur dhe për të ndihmuar kategoritë të cilët nuk kanë punuar ose vitet që kanë punuar janë më të ulta nga ato kriteret që duhet për të marrë një pension nga skema e sigurimeve shoqërore në momentin që plotësojnë moshën. Po, kush e përfiton këtë pension? Pensioni social e përfitojnë shtetasit shqiptar që mbushin moshën 70 vjeç, që janë të paktën 5 vitet e fundit para bërjes së kërkesës me banim në Shqipëri, që nuk kanë përfituar nga skema e sigurimit të detyrueshëm, nuk kanë të ardhura, ose të ardhurat që ato gëzojnë janë më të ulta se masa e pensionit social. Pra, është një lajm shumë i mirë kjo për të gjithë ata që e kanë lënë në Shqipërinë dhe janë zhvendosur dhe janë rezident diku tjetër. Por kushti është që 5 vitet e fundit para bërjes së kërkesës, ato të jenë rezident në Shqipëri për ta përfituar. Ky është detaji që bën diferencën për të marrë pikërisht këtë pension social. Po, si llogaritet pensioni social, meqense është ndryshe nga pensioni i pleqërisë? Po, pensioni social llogaritet në një masë të tillë që vjen si rezultat i llogaritjes pensionit me 15 vite punë dhe gjithë kjo periudhë e siguruar me paga minimale në dhjetor të 2014-s që hyri ligji në fuqi. Pra, për një person i cili është siguruar gjatë 15 viteve me një pagë minimale, në dhjetor të 2014-s do të merrte një pension 6.750 lekë. Por masa e pensionit social, ashtu si gjithë kategoritë e tjera të pensioneve, rritet në atë përqindje siç rriten kategoritë e tjera me vendim të Këshillit të Ministrave. E aktualisht masa e pensionit social është në vlerën 9.710 lekë. Por duhet të përqendrohemi në masën e pensionit social, sepse ka persona të cilët gëzojnë të ardhura nga toka bujqësore, nga veprimtari ekonomike, si aksioner, si bashkëpronar, të ardhura nga depozitet, të ardhura nga qirat e shtëpive, dhe në këtë rast, masa e pensionit social llogaritet si diferencë e masës së pensionit në momentin që
personi plotson moshën 70 vjeç dhe bën deklaratën dhe kërkesën për të marrë pensionin social dhe të ardhurave që ka realizuar nga këto veprimtari që sapo përmenda. Do të marrim një shembull për ta konkretizuar dhe për teleshikuesit të jetë disi më e qartë se si mund të llogaritet një pension social kur personi ka të ardhurat nga këto veprimtari. Qartë. Për një familje me 5 antar, ka përfituar tokë nga ligji 7501 në një sipërfaqe 1 hektar, pra 10.000 metra katror. Në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave të 2008-s, toka bujqësore, të ardhurat nga ullishtet, pemtarit, nga të gjitha këto veprimtarit bujqësore, kategorizohen në bazë të cilësisë të tokës, nga kategoria e parë deri në kategorinë e 10. Dhe me këtë vendim të Këshillit të Ministrave është përcaktuar që toka e kategorisë parë është 15 lekë për metër katror, deri në kategorinë e 10 që është 3 lekë për metër katror. Përjashtohen tokat që janë në proces shkripëzimi dhe jepet e ardhur vjetore për familjen me 5 antar e cila duke patur një sipërfaqe 1 hektar, krijon një të ardhur vjetore prej 110.000 lekë në vit. Kjo pjesëtohet për numrin e pjesëtarëve të familjes, pra morëm një shembull një familje me 5 antar, dhe pjesëtohet po ashtu me 12 muaj për të nxjerrë të ardhurën individuale për personin i cili ka të ardhura nga toka bujqësore. Atëherë, në rast se një person del në vitin 2025 dhe do të marrë një pension social në momentin që bën kërkesën, në këtë rast do të bëhet diferenca ndërmjet masës së pensionit social që aktualisht është 9.710 lekë, minus 1.833 lekë që është e ardhura individuale e personit që është i furnizuar me tokë nga ligji 7501 dhe konsiderohet si e ardhur mujore. Pra, personi që gëzon tokë do të marrë një pension social në masën 7.878 lekë, pra si do të bëhet diferenca. Po ashtu edhe personat të cilët kanë të ardhura bankare, kanë shtëpi me qira, janë aksioner ose bashkëpronar në një veprimtari ekonomike, duhet deklarojnë të ardhurën individuale për të bërë diferenca ndërmjet masës së pensionit social në momentin që i linde drejta dhe të ardhurën mujore që gëzon personi që do të marrë pensionin social. Ndërkohë do të kalojmë edhe tek dokumentat që duhen, por rikujtojmë të gjithë teleshikuesin tonë se numri është në monitor, mund të na telefononi për gjithçka që keni probleme tuaja në lidhje me sigurimet shoqërore dhe specialistja jonë patjetër që është në dispozicionin tuaj për të sjellë këto përgjigje. Zonja Afroviti, kalojmë tek dokumentat që duhen për të përfituar këtë pension social. Po, duhen një sër dokumentash për të marrë pensionin social. Fatmirësisht, tani nëpërmjet portalit Yllbenia, një sër dokumentash sigurohen vetë nga ky portal nëpërmjet kërkesës që bëjnë specialistët e sigurimeve shoqërore dhe një pjesë të dokumentave duhet i sjellë vetë personi në momentin që aplikon për përfitimin e pensionit social. Si dokument është fotokopja e kartës së identitetit, është certifikata familjare që merret vetë nga sistemi, është një vërtetim nga gjendja civile që personi ka qenë rezident në 5 vitet e fundit para se i linde drejta për të marrë pensionin social, është një vërtetim që ushtron ose jo veprimtari ekonomike merret nga tatimet dhe sigurimet shoqërore e kanë sistemin e tatimeve. Atëherë, jemi te ky dokument për të mirëpritur telefonatën, sepse në fund të fundit dëgjuesi dhe shikuesi jon, ju qytetarë jeni më kryesorët për këtë emision.
Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Me kë kam derin të flas? Përshëndetje. Përshëndetje. Nga flisni? Nga Tirana, më njoftohem. Nga Tirana, jam një nga bashkia Kjosit, Po? rrethit Borel. Po? Kam gruan ka dalë në pension, po ka i dalin vitet e korrigjume, të korrigjume, një fjalë 2 vjet, 91, 81, 82 të korrigjume, si dhe veproj unë. I dalin vitet të korrigjuara, thot. Nga munizmi, një fjalë që i kanë regull, po ko ka fut në sisteme, ka fut korrigjume, si dhe veproj. Aktualisht ju jetoni në Tiranë? Jo, e këm fshat. Po, ka qenë në fshat, ka punuar dhe 2 vitet e punës janë me korrigjim. Atëhere ju do të bëni një kërkesë në portalin Një Albania, rubrika rishqyrtim pensioni, dhe do të kërkoni për vitet të cilat janë me korrigjim. Janë punojësit e arkivave të sigurimeve shoqërore që do të bëjnë verifikim e shtesë me bordero, me listë pagesa, me indekse për saktësim e periudhave të cilat janë me korrigjim në regjistrin themeltar. Kjo është rruga që ju duhet të ndiqni për saktësimin e periudhës që kërkoni. Po, një tjerë kishon. Po? Kam 2 sigurime, i kam, ka kalu një fjalë nuk më njefin sigurime të shoqërore në Borel, si dhe për ajonë. 2 sigurime për 2 punësim? Jo, sigurime shoqërore. Po? Ka shku leku dirin për të ta, po? Edhe në sigurimet nuk ma njofin, e kom verifiku vërtimin, është dirin për të ta e kom mërë dënat se ka shku leku. Tjetra, viti tjetër është, ka marë mandat imi ka kalu një personi tjetër, si dhe të praj? Atere, më qartë, sepse nuk po ju kuptojnë. Keni 2 sigurime shoqërore? Sigurim si vetë punësuar në bujësi, apo sigurim si punësuar në një subjekt? Jo, bujësi. Në bujësi. Atëhere në përmjet mandatit që kini bërë derdhjen e sigurimit si vetë punësuar në bujësi në bank, në përmjet një kërkese, do të drejtoni në sigurimet shoqërore të rajonit ku banoni. Në sektorin e financës do të kryen verifikimet përkatëse për derdhjet që janë bërë, periudat që dhe masa e këtyre derdhjeve të kontributeve dhe do të jepet përgjigje zyrtare nga institucioni përkatës. Përkatës. Besoj Po nuk ma usjaruar. njefin, i kom bisedu, i kom bërë kërkesë, nuk ma njofin. Atëhere ka një diçka që Nuk shkon. nuk shkon në rast se ju kini derdhjet me emrin tuaj, me numurin e identitetit, me periudhë, atëhere sigurisht që këto do të meren të mirë qëna. Qofse derdhjet nuk kanë kaluar në llogarinë e sigurimeve shoqërore, këto periudha nuk janë të vlefshme. Prandaj dhe ndodh kjo gjë. Nuk ju kanë kthyer asnjë përgjigje? Kanë kaluar, në rast se kanë kaluar, patjetër që do të merren në emrin e personit që ka bërë derdhjet dhe personit që ka bërë periudhën e sigurimit që i është dashur. Në që të bëj kërkesë Borelit, ha? Po patjetër, në rast se kini mandatin e derdhjes në bank, do të një fotokopje të këtij mandati do të bashkëngjisni kërkesës që do të bëni në sigurime. A thatë që e keni bërë kërkesën, si kur tha e kam bërë kërkesën dhe nuk ka marrë përgjigje? Nuk ka saksuar, duhet ta marrë zyrtarisht. Duhet ta marrë zyrtarisht. Nuk e keni marrë përgjigjen? Nuk të njofim të. Mere një përgjigje zyrtare që të kesh të drejt të ndjekësh shkallët e ankimimit. Dakord. Me po këtu ke sigurimet në Tiranë në i kërkesë, shkërtaj? Po do të bësh një kërkesë dhe do bashkëngjisësh mandatin e periudhave që ke bërë derdhjet e sigurimit si bujk privat. Dhe do të marrësh nga sigurimet përkatëse një vërtetim zyrtar me vullë elektronike që ta kesh dhe ta përdorësh për instancat të ndryshme në rast se ju do të vazhdoni shkallët e ankimimit.
Besoj është i qartë telefonuesi jonë, ndërkohë ne jemi tek pensioni social dhe konkretisht tek dokumentat. Pra, ka dokumentat të tjera? Përveç dokumentave që përmendëm, siç ishte vërtetimi nga gjendja civile që personi është 5 vitet e fundit rezident në Shqipëri, një vërtetim nga zyra e pasurive të paluajshme, në rast se ka banesë në pronësi ose me qira, vërtetim të AMTP-s për tokën e marrjes në pronësi ose në përdorim, gjithashtu edhe një vërtetim për në rast se personi kryen veprimtari ekonomike dhe siguron të ardhura, dhe një vërtetim nga banka për depozitat bankare duke zbritur aty tatimin mbi të ardhurat, pra për të llogaritur të ardhurën individuale të personit i cili do të marri pensionin social. Pra, duhet... To janë paka shumë dokumentat kryesore që duhen. Por kur bëhet ndërpritet pensioni social? Po, pensioni social jepet i përvitshëm, sepse çdo vit personi do të bëj deklaratën social-ekonomike në rast se ka ndryshim të gjendjes së të ardhurave, pra jepet i përvitshëm dhe bëhet në rastet kur personi nuk e merr pensionin në ardh. Pra, ndryshe nga pensionet e tjera, pensioni pleqërisë, pensioni familjar, pensioni invaliditetit, që kanë një afat të tërheqjes së tyre deri 3 vjeçar, pensioni i social paguhet në qendrat paguese të postës shqiptare çdo muaj. Në rast se personi nuk shkon ta marrë në mënyrë të përmuajshme, ajo mas pensioni parashkruhet. Vetëm në rastet kur personi është i shtruar në spital dhe ka një justifikim, pra nga mjekët për një lloj arsye shëndetësore nuk ka mundur ta tërhequr pensionin, vetëm në këtë rast bëhet gjenerimi i pagesës në pensionin. Kemi një telefonat e mirëpresim në studio. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Ju uroj punë të mbarë. Dhe ne një ditë të qetë, por ndërkohë jemi këtu për të sqaruar problemin që mund të keni me specialistën tonë. Unë i kam bërë ato vitet e minjerë se me kam nxjerrë problem të sigurimit shoqërore nga vitet 91-98. 91-98, më me qetësi, po, me nga dalë që të jemi të qartë tek specialistja jonë. Po. I kam vitet e punës atje, por nuk ekzistojnë listë pagesa. Kanë kërku të qarku i kuqët në minjerë në kromit kam, tropoj, nuk disponojnë listë pagesa. Tani ma kanë këthy mrapsht ato si t'ja bëj. Ju kërkoni të përfitoni nga ligji 150 i vitit 2014 në moshën 55 vjeç? Po, si i kam bërë vitet e minjerës, kam 31 vite punë. Po, kushtet për të marrë pensionin në bazë të këtij ligji është periudha e përgjithshme sigurimit 30 vite, ndërkohë që ju keni 31 vite punë, dhe me që futeni për herë të parë në skemë, kërkohet që puna e minjerës në nëntokë të jetë një periudhë prej 12 viteve 6 muaj. Po, i kam bërë 13 vite punë minjerë. Atëherë, ju në rast se keni plotësuar dhe moshën 55 vjeç, jeni në kushtet për të marrë pensionin në bazë, pensionin e minatorit në bazë të ligjit 150. Por, në rast se ka pasaktësi në profesion, me qënë se nuk gjënden borderot e periudhës 94-98, atëhere duhen bërë verifikime shtesë që të saktësohet për profesionin që ju keni patur. I kam bërë 2 ankesat të komisioni rajonal dhe të komisioni qendror, mi kanë kthy negative të dyja, nuk disponojnë listë pagesa ati. Atëhere në rast se nuk disponojnë listë pagesat, nuk verifikohet që ju keni punuar në minjerë në nëntokë, që është një nga kushtet kryesore për të marrë pensionin e minatorit. Kështu që e vetmi zgjidhje mund të them është që t'i drejtoheni gjykatës. Dhe për këtë ju rekomandoj që në Ministrinë e Drejtësisë
ekziston një zyrë, e cila është zyrë që u shërben qytetarëve me të ardhura të ulta, pra pa pagesë, për të ndjekur procesin gjyqësor dhe për të bërë një kërkesë padi në gjykatën administrative. Ju jeni në Tiranë apo diku tjetër? Në Tiranë, jetoj në Tiranë. Atëherë keni më të thjesht për të vajtur në këtë zyrë që ju sugjeroi specialistja juridike për qytetarët, që është pa pagesë. Te Ministria e Drejtësisë? Po, te Ministria e Drejtësisë. Besoj jemi të qartë, sepse vetëmja mënyrë... Po, me qënë se proceset e ankimore i ka kaluar, e vetëmja zgjidhje është drejtimi në gjykat dhe njohja vitet e punës i ka, por njohja e periudës së nëntokës që i jep statusin e minatori. Nuk janë të deklaruara. Si me të e pas 94-ës? Po, për periudën që nuk mund të verifikohet në regjistër themeltar ose në bordero. Në regjistrin themeltar i kam, kam punu nga 91 dhe 98, i kam edhe 2 vitet asistencë. Atere që t'jeni të qartë, qëfar i keni në regjistër, po pse nuk janë dhënë, thot zonja Afroviti, pra specialistja jonë, ju duhet të vini pikërisht e kjo zyrë, sepse edhe pse i keni të deklaruar atë kjo listë, ato nuk ju njifen. Nuk është përcaktuar profesioni. Pikërisht pra. Prandaj duhet një avokat ose një zyrë ligjore që të vazhdoni më tej edhe të merrni të drejtën tuaj. Faleminderit. Faleminderit juve. Pra, zonja Afroviti, ishim pikërisht tek ndërprerja, nëse ka ndonjë pikë tjetër që ne mund ta sqarojmë. Ndërprerja, përveç se për një arsye shëndetësore ose për mos tërheqjen e pensionit, mund të vi dhe një si shkak i mos deklarimit të gjitha të ardhurave që realizon nga veprimtarit të ndryshme. To janë paka shumë. Pra, folëm për pensionin social, ndërkohë ne jemi në pritje të telefonatave tuaja miq, por do të ndalimi dhe tek disa problematika të cilat kanë mbërritur në adresë të emisionit tonë. Një qytetare na shkruan: për arsye familjare dhe personale nuk kam paraqitur kërkesën për pension në momentin e plotësimit për moshën në shkurt të vitit 2024. Pra, në moshën 61 vjeç dhe 8 muaj, ajo në shkruan, pra qytetarë në shkruan nga Bushati në Shkodër. Tani që u ktheva në Shqipëri, bëra kërkesë në I Albania në datën 15/5/2025. Kërkaj, ta ndërpresim, nga regjia më thonë që duhet të ndërpres problematikën e shkruar për të mirëpritur në studion tonë dëgjuesit, pra që na merren nga Valiasi. Përshëndetje. Përshëndetje, Irene, shëndet. Po, problemi që ju keni. Duhet të pysën si me specialistën. Kam 33 vjetë punë për jësi. Kam bidhin kontratën me firmën time dhe tani në fund të muajt baron kontrata. Kam punu rreth 20 muaj. Kontrata punë se tani çfarë letra e duhen për asistencë. Mbas 3 muaj shumë kisë, në zotit para në mbrapa, dalë në pension. Dhe çfarë letrash ju duhen, thotë? Ka letra duhen nga zyra që jam tani në punë marrëdhënie në fund muaj, datën 31 e mbyllit. Juve do të deklaroni në sistemin e tatimeve për mbylljen e aktivitetit, me qënë se do dilni në pension. Ndërsa si dokumentacion që duhet të dorëzoni pranë sigurimeve shoqërore për të përfituar pensionin pas 3 muajsh që mbush moshën 65 vjeç. Ta është duke si ta asistencë tani këtë 3-4 muaj për jo? Në rast se dhe asistenca ka kushte për të përfituar. Në qoftë se largimi nga puna është me dëshirën e vetë personit, nuk mundet ta përfitoni asistencën. Në rast se ka ristrukturim, ndërmarrje, shkurtim të vendeve të punës, vetëm në këtë rast mund të trajtoheni me asistencë për një periudhë në varësi të viteve të punës që ju keni të siguruara. Pra, në rast se do të mbyllni më përpara aktivitetin se 3 muaj që ju plotësoni moshën për pension,
nuk besoj se zyrat e punës ju trajtojnë me asistencë, sepse është dëshira juaj që mbyllni aktivitetin. Është dëshira juaj, apo keni ndonjë problem shëndetësor apo diçka tjetër? Shkurtohet vendi punës, ikin personat ikin në film turke. Shkurtohet vendi punës. Në këtë rast, atëre... Ikin në komplet qytetarët me rreth 20 vete në ndëjnë në asistencë. Në këtë rast ju do të merrni, në këtë rast ju jeni siguruar, përfitoni asistencën deri në momentin që plotësoni moshën për pension pleqërie dhe pastaj do të bëni kërkesën për të marrë pensionin e pleqërisë. Në rast se ka ristrukturim të ndërmarrjes, mbylljes, shkurtimit të vendeve të punës, sigurisht që e përfitoni asistencën. Do e veprim të marrë nga firma me letër që ju do të do kërkoni pranë sigurimeve shoqërore formularin e dyfisht, që jeni siguruar në momentin e daljes në asistencë, dhe nuk do të vononi më shumë se 2 muaj për të përgatitur dokumentacionin dhe kërkesën pranë zyrave të punës. Sepse afati i shkputjes punës me datën e kërkesës dhe dhënien e përfitimit të asistencës është jo më shumë se 2 muaj, nuk duhet të kaloj 2 muaj. Besoj jeni i qartë në çfarë ju sqaruam. Ndërkohë, ishim tek qytetarja jonë që na shkruan nga Bushati, ka qenë emigrante, është rikthyer dhe ka bërë kërkesën në I Albania në datën 15/10/2025, domethënë që I bie në muajin maj. Kërkoj një mendim nga specialistja për datën e fillimit të përfitimit, pasi përfitimi I një pensioni përfshihet në të drejtat ekonomike dhe sociale të cilat shteti I garanton me kushtetut. Pra është detyrë e organeve të sigurimeve shoqërore që në përputhje të ligjshmërisë t'ju garantoj individëve të drejtën për pension. Duke marrë parasysh që kam punuar në turne e kam kontribuar për këtë shtet, pretendoj që pensioni të më filloj ditën që plotësova moshën. Është kërkesa. Qartë, për pyetjen zonja ka plotësuar moshën 61 vjeç e 8 muaj qysh në shkurt të vitit 2024 dhe kërkesën për pension e ka plotësuar në maj të 2025-ës, pra I ka kaluar 1 vit nga lindja e së drejtës. Në bazë të ligjit të sigurimeve shoqërore, pensionet nuk parashkruhen. Por për ata persona që bëjnë kërkesën brenda vitit nga momenti që plotësojnë moshën dhe lindet drejta për një pension, pensionin e marrin nga dita që plotësojnë kushtin moshë dhe vjetërsi. Dërsa për ata persona që e bëjnë kërkesën pasi ka kaluar viti nga momenti lindjes së drejtës, gjithnjë pensioni fillon me datën e kërkesës. Kjo është edhe arsyeja që zonjës nuk I ka filluar pensioni në shkurt të 2024-ës, por I ka filluar pensioni në maj të vitit 2025 që ka bërë kërkesën pranë sigurimeve shoqërore. Pra, qartë. Ndërkohë, mirëpresim telefonatën që na vjen në këto momente nga Gjermania. Përshëndetje. Përshëndetje, jeni drejt për së drejti në RTS2 me emisionin Fletore Zyrtare. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Problemi që keni? Problem nga Gjermania. Po, ju dëgjojmë, ju ndih. Kam punuar në Shqipëri deri në 9 vjetën. Po? Dolja në pension, po pagova qa se ka numbur qa vite pune në kooperativ. Po? Më falni. Po? Dhe marrë një pension 97.10 lek. Po? Por kam dalë që nga janari. Po? I 25-ës. Po? Edhe nuk kam vajtur për ta marrë pensionin akoma. Po? Mund të ndërpritet pensioni apo vazhdon pensioni që të vete tani në behar për ta marrë? Ju pensionin e kini nga puna që kini kryer? Po. Atëherë pensioni juaj nuk ndërpritet pavarësisht se banoni në Gjermani dhe nuk e të rreqni në mënyrë të përmuajshme pensionin. Pensioni pleqërisë I realizuar dhe I dhën nga puna që keni kryer, jepet dhe kafat, jepet në mënyrë të përmuajshme, gjenerohet në qendër paguese ku merrni pensionin dhe kafat të tërheqjes së tij deri në 3 vjet. Ndryshe ish me pensionin social, për ata persona që s'kan punuar dhe s'kan vitet e punës, duhet ta marrin në mënyrë të përmuajshme. Sa vite keni pa marrë pensionin?
në janar është Kam saktuar, nga janari. deri pra 3 vitet të ruhet e drejta për ta tërhequr në qendrën paguese. Që kështu je në rregull. Mos më shqetëso për këtë problem. Po ato, do me thënë, dhuratat që jepin... Shpërblimet. Ato deri në fund, apo deri në 6 muaj? Atëhere, juve ju takon bonusi marsit, të cilën keni të drejtë ta tërheqni deri në 30 shtator. Faleminderit shumë. Ditë të mbarë të urojmë, ditë të mbarë. Faleminderit juve që telefonuat. Le të ndalemi tani tek një problematik tjetër e mbërritur në studio. Kam njohur me vendim gjykate periudhën 1983-1993 që kam punuar si policë në oblik të Shkodrës. Kam bërë kërkesë, thotë, në Shkodër duke dorëzuar vendimin e gjykatës ku e ka të përcaktuar se për vitet 83-1993 kam qenë i titulluar si policë në drejtorinë e policisë Shkodër, të më caktohet pension suplementar si ushtarak. Ende nuk kam një përgjigje. Pra, ka bërë kërkesën edhe nuk është kthyer akoma përgjigja. Pavarësisht se ka bërë procesin gjyqësor për njohjen e periudhës të titulluar si policë për periudhën 83-93, ky vendim gjykate është detyrim për strukturat e policisë shtetit. Sigurimet shoqërore caktojnë pensione suplementare për vjetërsi shërbimi me dokumentat që lëshojnë strukturat përkatëse, siç janë modulari 03 që përcakton vjetërsinë në këtë profesion dhe kohën që ka qenë i titulluar si policë, gjithashtu edhe paga referuese mbi të cilën llogaritet pensioni suplementar për vjetërsi shërbimi. Pra, në dispozitimin e vendimit të gjykatës, është detyrim për strukturat përkatëse të plotësojnë këto 2 formular dhe me plotësimin e tyre ti dorëzojnë në sigurime shoqërore për të marrë edhe 10 vite pension suplementar për vjetërsi shërbimi nga koha që ka qenë si policë në oblik të Shkodrës. 83-93. Kam rritur një telefonat nga regjia, më njoftojnë që është nga Tirana. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Problemi që ju keni? Po, unë doja të pyesja zonja për një dalë, jam në një moshë tani, jam datindja 63, 22 kush e 63. Edhe nuk e di kur të bëj aplikimin për të dalë në pension. 63. Me timen mua më del në 22 qershor, me mendimin tim. Po, në 61 vjeqe 10 muaj, pra kur të plotësoni moshën 61 vjeqe 10 muaj, pra tani në 2025, do të bësh kërkesë për të marrë pensionin e pleqërisë. Ky është afati. Po, unë do të thoja, nuk i plotësoj të gjithë vitet e punës për pension, por i kam pas marrëdhëniet e punës, i kam pas me shkëputje, dhe këtë vitin e fundit, unë jam në marrëdhënie pune me sigurime shoqërore të rregullta. Po kam bi 20 vjet punë, edhe i kam ledhur në qiko që i kam ledhur të gjitha dokumentat me borderot. Me borderot. I kam marrë dhe me borderot. Ju punoni... Mu këto, po duhet i ripërsëris dokumentat. Në rast se i kini siguruar jo, por punoni në shtet apo në privat? Tani, kompani. Po, në rast se ju punoni në kompani private, ditën që plotësoni moshën 61 vjeqe 10 muaj, do të bëni kërkesë për të marrë pensionin me vitet dhe dokumentacionin që ke siguruar. Pastaj është e drejta juaj në rast se do të vazhdoni të merrni pensionin e pleqërisë dhe njëkohësisht të punoni, po lejohet që edhe të marrësh pensionin, edhe të vazhdosh të punosh pasi është subjekt privat. Dhe nuk ndikon, asë mirë asë keqë. Jo, pra, jo, thotë zonja, po. Po, se unë vitet nuk i kam të plota dhe kam 20 vite punë, fakt edhe i kam shumë e shkëputje. Por pensionin do të marrësh me aq vite sa ke të siguruara. Ju mund të vazhdoni dhe të punoni, por në rast se ju do të vazhdoni të punoni edhe në 2026, do të rritet vjetërsia që kërkohet në bazë të formulës me 4 muaj. Pra, ajo ndikon disi në masën e pensionit.
Po kështu më intereson më mirë të marrë... Për mendimin tim, të marrësh pensioni që të takon dhe në rast se ke fuqi për të punuar, të punosh sa të mundesh. Do me thënë mua më bje në qershor, 61 muaj. E 10 muaj, në qershor të këtij viti, të 2025. Faleminderit juve që ishit prezente në emisionin tonë. Le të kalojmë tani tek një qytetare që ka parashtruar problemin e saj në adresë të emisionit tonë. Një shtetas shqiptar me banim në Austri kërkon të sigurohet vullnetarisht, por nuk ka kartë identiteti. Pra nuk ka numër regjistrimi në shtetin shqiptar. Si veprohet në këtë rast? Nuk ka problem, vetëm në rast se ka lënë shtetësinë shqiptare dhe ka marrë shtetësinë austriake, ka të drejtë të sigurohet nga janari vitit 1994 dhe në ditën që ka lënë shtetësinë, në rast se është me shtetësi shqiptare nga 2009 që u prodhuan kartat e identitetit, në gjendjen civile, çdo shtetas shqiptar është i pajisur edhe me numrin e NID-in përkatës. Kështu që ai të marrë një certifikat lindje në gjendjen civile dhe aty do të ketë ID-n e vet, pra numrin e kartës identitetit në një farë mënyre që se ka, dhe të paraqitet në zyrën e sigurimeve shoqërore për të bërë periudat e sigurimit vullnetar dhe për të plotësuar periudat boshe që i ka në vite. Po. Pra, shumë e thjesht, sepse nuk ka problem, sepse çdo shtetas e ka ID-n e vet në gjendjen civile. Qartë. Atëherë kam rritur një tjetër telefonat, e mirëpresim atë. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Po, e dashur, çfarë problemi keni? Unë du të ju pyes për punën e pensionit familjar me që bashkëshortin nuk e kam. Po? Po? Atëre, mos dëgjo zërin e televizionit. Dhe duhet pyes çfarë dokumentash më duhen mua për të bërë, se edhe vazhdoni flisni, mos dëgjoni veten tuaj në ekran. Të lutem. Okej. Po. Ju banoni në fshat apo në qytet? Jo në qytet, në Tiranë. Atëre po. Është në Tiranë. Po. Çfarë dokumentash, edhe bashkëshorti ka qenë invalid, edhe unë invalide. Çfarë dokumentash më duhen? Pra ju merrni pension invaliditeti? Po, tani du të marrë pensionin e bashkëshortit, të jam 56 vjeçe. Po, kushtet për të marrë pensionin familjar nga bashkëshorti ndjer i keni plotësuar qysh në moshën 55 vjeç. Nëpërmjet një kërkese që do të bësh në portalin Albania, ku të hedhësh të dhënat e tua, gjithashtu edhe ID-n e bashkëshortit që ka ndruar jetë, pra numrin e kartës së identitetit, nuk është e domosdoshme që ju të plotësoni dokumenta pasi gjithë dokumentat që e vjetërsisë në punë i ka bashkëshorti në dosjen e invaliditetit, në dosjen e mbyllur të invaliditetit, dhe vetëm kërkesa juaj bën të mundur nxjerrjen e kësaj dosje dhe rifutjen në punë për të caktuar pensioni familjar. Meqense ju merrni pension invaliditeti, do të llogaritet pensioni familjar që të takon nga bashkëshorti i ndjerë dhe do të marrësh masën e pensionit më të favorshëm. Kështu që ndërmjet dy pensioneve do zgjedhësh atë që është më i miri dhe që është me masë më të lartë. Besoj u sqaruat. Është larguar telefonata, gjithsesi na ka dëgjuar nëpërmjet ekranit. Le të kalojmë tani tek një problematik tjetër, ku na bën një pyetje një qytetar, a ka afat të përcaktuara se kur do të bëhet e zbatueshme marrëveshja në fushën e sigurimeve shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Italiane? Pra ka pasur një diskutim kohët e fundit me shkëmbimin e kontratës që u bë midis Shqipërisë dhe Italisë, dhe si afat i fillimit të kësaj marrëveshje është
dita e parë e 2 muajve pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje administrative. Kështu që afati i zbatimit të marrëveshjes me Italinë është data 1 korrik. Është një gjë shumë pozitive, sepse është një marrëveshje e shumë pritur, ku përfitojnë shumë shtetas shqiptarë që janë me banim në Itali, por edhe shtetasit italianë që janë me banim këtu në Shqipëri. Në Shqipëri. Ndërkohë, kam britur një telefonat, përshëndetje. Po, përshëndetje, Ilta. Përshëndetje, e dashur, jemi këtu dhe me specialistën tonë në zonjën Afroviti. Po, jam një, pasë kam emocione, jam i gosë 20 vjeqë, desha të pyjë sa dohet dërë për kënë për vetën time. 20 vjeqë? 20? 20 vite. Sa bukur që e the, jam një gocë 20 vjeqë, më vjen shumë mirë për këtë vlerësim që i bëni vetes. Dhe sa mirë që brezi ri mendon për pensionin e pleqërisë, sepse shumica mendojnë të zgjidhin problemet e të sotmes dhe të mos kujtojnë për të ardhmen. Megjithatë, pas 2029-ës, si për burrat edhe për gratë, periudha e përgjithshme e sigurimit është 40 vite. Kështu që ju i një re, por që do të duhen shumë vite punë në momentin që do të vi mosha. Nuk kam punua si herë, jam jeton në fshat. Jeton në fshat, je e punësuar? Jo, nuk kam punu, jam punë mrena më shpi, kam i vla invalid shtu po më shpi, po nuk kam dalë si heme punu për siguracion për vete, ne kupto? Pra, 2 mundësi, në rast se ju i shërbeni vëllait, varet qarë status i ka, në rast se është me statusin para dhe tetraplegjik dhe i një kujdestare e vëllait, ju siguron shteti. Në rast se nuk i një siguron, në rast se vëllai juaj... E kemi në linjë, le ta pyesin. Çfarë status i keni? Invalida është... Vëllai është invalid me çfarë status? Në kupteon, se së morë për ta, po më të status mund është invalid me rishtrie, do të mjeku koma, i rjetë gjak, shto. Po, jo... Nuk e kuptuat zonjën Afroviti. Pra, është invalid dhe trajtohet nga shërbimi social apo nga sigurimet shoqërore? Nga trajtohet. E dashur, nga i merrni ju të ardhurat? Prej shtetit, por nga sigurimet shoqërore apo nga... Invalid. Invalid, është i smunë. Po pra është invalid, vetëm në rast se gëzon statusin para dhe tetraplegjik, periuda që ju i shërbeni vëllait do të quhet periudhë pune. A thu, po, unë desim... Po pra, atëherë te administratori shtetëror i njësisë tuaj do të pyesësh për këtë problem. Besoj që do të keni kohën e mjaftueshme për të pyetur, sepse edhe mosha e saj është shumë e re, dhe patjetër që dhe në emisionet e ardhshme do të siguruar dhe nuk e ka dijenin që ajo sigurohet. Sepse nuk po na sqaronte. Te administratori shtetëror ajo sqarohet për diagnozën që ka vëllai dhe në rast se është kujdestare me pagesë për vëllain i cili është në këtë gjendje, mundet që shërbimi social ta siguroj. Dhe t'ja sqaroj mirë, administratori shtetëror do të thotë tek zyra ku ju keni bërë dokumentacionin për të marrë të ardhurat tuaja. Ndërkohë, një tjetër qytetarë na shkruan, kam përfituar pension për shkak të profesionit, thot, pasi kam punuar në ndërmarrjen e përpunimit të naftës Ballç në brigadat e remontit të nëntoksor të puseve të naftës dhe të gazit. Në muajin tetor të vitit 2024, më është ofruar një vend pune në sektorin privat dhe i kam mundësitë për të punuar dhe desha të di nga specialistja. A lejohet punësimi gjatë kohës që unë marr pension nga ligji 29/2019? Pra, ndryshe nga
pensioni i pleqërisë, zotëria që na shkruan ka përfituar nga ligji 29. Ndërpresim këtë sqarim, sepse e kemi në dorë për të vazhduar pak më vonë, për të mirëpritur telefonatën nga Gjirokastra. Përshëndetje. Përshëndetje. Problemi që ju keni e keni? Po, kisha një pyetje. Unë kam punuar një firmë private në vitin 2008 deri në 2011 dhe nuk më janë hedhur sigurimet. Në Librezi kam një hipotekë sigurimet shoqërore nuk I gjej. Si mund të veproj? I ka në licencë, por nuk I gjen... Pra, në rast se ju keni kërkuar në portalin e Albania për të pajisur me vërtetimin e pagës për vitet 2008-2011 që firma ju ka siguruar, pasi ka hedhur në Librez, duhet që të drejtoheni te firma që të çoj një kopje të listë pagesave pranë sigurimeve dhe tatimeve. Pavarësisht se mund të ketë shënuar në Librez, I ka të hedhura në Librez, ndoshta e ka siguruar, por sigurimet shoqërore bëjnë verifikimet përkatëse mbi bazën e dokumentacionit që është dorëzuar në sigurime. Dhe në rast se subjekti nuk I ka dorëzuar për këto 2 vite listë pagesat, të bëjë një kopje të listë pagesave dhe ti dorëzoj me anë të një proces verbali në sigurimet shoqërore dhe në tatime. Kjo është e vetmja. Besoj jeni e qartë. Po kjo firmë nuk ekziston, është e mbyllur. Kush nuk është? Firma nuk ekziston? Po, për momentin nuk ekziston, është e mbyllur. Që mund të veproj? Po, nëse ka qenë e mbyllur, tani me logjikë ka qenë ekzistuese dhe ato... Tani ishte e mbyllur, në parë po ishte ekzistuese. Po pra, po kur keni qenë ju në punë, besoj janë derdhur dokumentat. Po, pikërisht, apo jo? Po, ato duhet bëhen verifikime pastaj në rast se janë derdhur sigurimet në degën e financës për llogaritë të sigurimeve shoqërore, kontributet qoftë edhe në total, por mungon lista e personave që kanë punuar në atë subjekt. Kështu që është vështirë, por është pozitive në rast se firma, subjekti privat I ka derdhur në sigurime kontributet, por do t'i duhet pastaj me një procedurë gjyqësore për të gjithë personat që kanë punuar në atë subjekt, sepse janë vitet 2008, janë gati 3 vite që janë derdhur kontributet dhe nuk u njihen personave që kanë punuar në këtë subjekt. Por është një gjë e verifikueshme në rast se subjekti privat ka derdhur kontributet qoftë edhe në total. Në Librez, kush ju ka hedhur? Po, firma, pronari. Ju ka hedhur firma. Atere, sepse të bëjmë një pyetje. Do të bëhen verifikime në drejtorinë e financës për derdhjet. Se kur merret rroga, patjetër që shikohet ajo pjesa që të mbahet. Juve ju është mbajtur kjo pjesë? Patjetër. Është mbajtur, por s'ka dokumentacion. S'ka dokumentat. Nuk ka kaluar në sigurime tani që I shikojmë, nuk I gjejmë. Pra ju këtë procedurë duhet të ndiqni që sapo të sqarova për të parë derdhjet në total dhe pastaj si numër punojësish do të merrni një proces gjyqësor për t'i njohur. Një avokat patjetër që ta ndjeki hap pas hapi se çfarë ka ndodhur që nuk janë të verifikueshme këto të ardhura. Të falenderoj e dashur. Ndërkohë, do vazhdojmë me pyetjen në personit I cili ka punuar në brigadat e remontit nën toksor të puseve të naftës dhe të gazit. Pra, to janë persona që kanë përfituar pension për shkak të profesionit në kushtet e kategorisë parë dhe kushtet e kategorisë të dytë për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni, dhe këto me ligjin 29 të vitit 2019 kanë marrë këtë lloj pensioni për shkak të profesionit. Këto kategori pensionesh nuk lejohet që të marrin pension edhe të punojnë në subjektet private. Ndaj, me qënë se ai ka një ofertë nga subjekti privat për një punësim me një rrogë të favorshme, duhet që të njoftoj sigurimet shoqërore për të bërë ndërprerjen e pensionit për shkak të profesionit dhe të vazhdoj të punoj në subjektin privat.
në momentin që bëhet ndërprerja e marrëdhënieve financiare me subjektin, rifutet në skemë dhe merr pensionin për shkak të profesionit që është caktuar nga ligji përkatës. Jo vetëm pensioni për shkak të profesionit, por edhe shtesat që marrin për shkak të këtij ligji, për punët që kanë punuar, qoftë në miniera, qoftë në metalurgji, qoftë në sektorin e naftës, edhe shtesat mbi pensionin e pleqërisë nuk lejohet të merren dhe të tërhiqen gjatë kohës që personat punësohen. Pra ndalohet veprimtaria ekonomike për shkak të këtij ligji. Jam Etleva na shkruan dhe ka aplikuar për rishqyrtim të pensionit të pleqërisë në Durrës, që në datën 31/3/2025 dhe akoma nuk kam përgjigje. Kërkoj rishqyrtimin e dosjes sime të pensionit të pleqërisë në bazë të ligjit 7/2025, i cili pashikon njojnë e periudhave të punësimit në ndërmarrjet shtetërore për efekt pensione. Kam punuar pranë ndërmarrjes frigoriferit Plazh gjatë periudhës 1991, periudhë që nuk është marrë në konsiderat, thot, në për llogaritjen aktuale të pensioneve. Këtë periudhë e kam të vërtetuar me dokumentacionin përkatës që ju kam bashkaqqitur gjatë aplikimit. Ju lutem një informacion, a do të rishikohet dokumentacioni i plotit dosjes dhe a do përfitoj nga ligji i sapo miratuar. Pra me që se zonja ka një pension të pacaktuar, e ka bërë kërkesën në 31 mars të 2025-ës, këto janë dosje që janë bajtur për të jo për të caktuar në bazë të këtij ligji, sepse kanë një pjesë të periudhave që nuk verifikohen dhe në bazë të ligjit numër 7 të vitit 2025, i cili hyri në fuqi në 12 mars të 2025-ës, do t'i bëhet e mundur edhe vjetërsia që ka punuar në frigoriferin Plazh në Durrës, për periudha të cilat në librezën e punës janë pavull dhe të palexueshme. Pra, ky ligj bëri të mundur njohjen e viteve të punës nga mosha 18 vjeç deri në hyrje në fuqi të ligjit 7703, pra deri në tetor të vitit 1993, për të gjithë personat që kanë punuar në ndërmarrjet shtetërore, në institucionet shtetërore, në ish ndërmarrjet bujqësore dhe në ish kooperativat bujqësore. Kështu që edhe zonjës që ende nuk i është caktuar pensioni, kjo është shkaku që ka kaluar afatin 45 ditor i caktimit të pensionit, por një vonesë do të sjellë njohjen e periudhave të cilat ajo i ka të papasqyruara në rregull në librezën e punës. Një tjetër qytetare na shkruan, me qenë se kisha 40 vite punë, kërkova pensionin e reduktuar pra të dilja 3 vjetë para se të plotësoja moshën 65 vjeç. Pensioni më doli me 32.000 lek, për shkak se 3 vjetë para më zbret nga shuma totale gati 4.200 lek. Unë nuk shkoj të tërheq këtë pension sepse penalizohem shumë në mas. Çfarë më sugjeroni? Pra, ne kemi thënë disa herë në emisione që kush kërkon pension të reduktuar, është mirë që paraprakisht të bëjë një llogaritje të masës së pensionit, sepse pensioni reduktuar është pjesë e pensionit të plot dhe reduktohet me 0.6% për çdo muaj që del para mbushjes së moshës për pension. Edhe personi që na ka shkruar ka dalë 3 vjet para mbushjes së moshës, i është caktuar pensioni, por diferenca ndërmjet pensionit që do të gëzonte ndaj pensionit të reduktuar që merr është e ndjeshme. Kështu që ka kërkuar që të heq dorë nga pensioni reduktuar. Me një dispozit të veçantë në përheqjen dorë nga pensioni reduktuar, bëhet vetëm në ato raste kur personi nuk ka tërhequr pensionin në ark. Në qoftë se ka tërhequr qoftë edhe një muaj këst përfitimi, merr statusin e pensionistit dhe nuk mund të heq dorë.
Pra, ai na përshkruan që unë nuk e pranoj këtë pension, nuk kam të rrequr asnjë kës për të fitimi, kështu që është e thjeshtë që të mos ta marr, por të pres të mbush moshën 65 vjeç, pasi tani që ka bërë dokumentat është 62 vjeç, pra në moshën 65 vjeç, ti llogaritet ti plot pensioni dhe ta gëzoj sa më gjatë. Dakor. Njoja e vjetërsisë në punë, na shkruan një tjetër qytetar, sipas ligjit të numër 169/2020, për njohjen si periudhë sigurimi për efekt përfitimi nga sigurimet shoqërore të kohës së punësimit në ish kooperativat bujqësore me dokumentacion të munguar. A ka të bëjë me datën e lindjes së të drejtës për pension? Rasti konkret është, kam dalë në pension, thotë, në vitin 2018 dhe nuk më janë njohur 2 vitet e punës thotë, në ish duhet të ketë kooperativa bujqësore në Dobrush Skapar është, vite pune këtu që i kisha kur isha vajzë. Meqense kjo kooperativë bujqësore përfshihet në listën e kooperativa bujqësore me dokumentacion të munguar. A më shtohen në vjetërsi dhe a të bëj kërkesë për këtë problem, thotë? Po, është një pyetje që shqetëson qytetarin, por dihet që kooperativa e Dobrushit të Skraparit në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave është në listën e kooperativave me dokumentacion që të munguar që përfiton nga njohja e viteve të punës për periudat kur zonja ka qenë vajzë dhe ka punuar në këtë ish kooperativ, por pensionin ajo e ka marrë në vitin 2018. Ligji për njohjen e viteve të punës në kooperativat me dokumentacion të munguar nuk pati efekt prapaveprues. Ai ka hyrë në fuqi në 23 janar të vitit 2021, kështu që të gjitha ata persona që u lindet drejta pas 23 janarit të 2021-shit, sigurisht që kanë përfituar nga ky ligj, janë lidhur pensione me kërkesë deklaratën e vetë personave, por për personat që kanë dalë në pension përpara kësaj date nuk mundet të bëhet rillogaritja dhe shtesa e viteve të punës, por në rast se zonja do t'i kërkoj vetëm me vendim gjykate. Vendim gjykate. Jam me banim në Greqi dhe kërkoj që të lë pensionin që kam nga data 2/3/2016 në Shqipëri dhe të marrë pension nga shteti grek pasi është më i lartë. Çfarë më sugjeron? Çfarë duhet të bëj ky person? Po, pensioni i pleqërisë është një e drejtë e cila jepet me kushtetut në bazë të plotësimit të kushteve, moshë dhe vjetërsie në punë. Dhe me qënë se ai kërkon që të lërë pensionin në Shqipëri dhe të marri pensionin në Greqi, pasi nuk do të bëhet diferenca ndërmjet pensionit shqiptar dhe atë që merr aty në shtetin grek, kjo gjë nuk është e parashkruar në asnjë dispozit të ligjit të sigurimeve shoqërore. Pensionin një person mund ta lërë në rast se fillon punë, në rast se ndron kategorinë e përfitimit, pra nga një pension, le të themi, pleqërie në një pension familjar, dhe në rast se personi ndron jetë. Pra këto janë arsyet që mund të ndërpritet pensioni i pleqërisë, kështu që ai do të marrë pensionin e pleqërisë që jep ligji shqiptar. Po. Dhe kemi përfunduar për ditën e sotme, kemi pasur një fluks telefonatash, por dhe problematikash. Zonja Afroviti, unë të falenderoj për çdo sqarim të hollësishëm që juve i jepni qytetarit. Ishte kënaqësi. Miqë, ne do të ndahemi këtu së bashku, do të ritakohemi dhe do t'ju rikujtoj sërish takimin ton të dielën e ardhshme. Deri atëherë, miru t'gjofshim dhe miru takofshim.